Do lexosh në një thyrje nga ato thyrje se kam shumë qef se është shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur, është kërcënimi më i fortë në histori. Poeti arab Utbah bin Khasharam vrau një burr dhe ndëshkrimi ishte vrasja siç kishte vrarë. Familja e vrasit ofroi një dëmshpërblim të madh për familjen e viktimës, me qëllim që ta shpëtonin atë dënimin me vrasje, por familja nuk pranoi. Një nga djemtë e viktimës, që i donte shumë parat, ishte gati të pranonte dëmshpërblimin. Dhe po jepte shenja sikur donte ta falte vrasjen e tij atit. Atëherë nëna e tij u xhindos dhe i tha: "Betohem për Zotin se po e pranove dëmshpërblimin, unë do martohem me vrasin, kështu ai do ketë vrarë baban tënd dhe do flej me nënën tënde." I biri gëlltiti pështymën dhe harroi dhe kërkoi ndëshkimin me vrasje. Ky mbet si kërcënimi më i madh në histori. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Elmas Fida je njëshi njëshave. Kjo është për ata që bëjnë si gangstera, e kupton? Po. Mirë, do të shkojmë në Vënçe. Shkojmë direkt në Vënçe. Ku do të diskutojmë për një temë që ka rrëngjethur opinionin mbar publik. Do të flasim për ata që nuk i kushtojnë vëmendje gjërave që duhet dhe merren me gjërat që s'duhet.